Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, le të flet fjalë të mira ose le të hesht. Kush beson në Allahun subhanahu wa taala dhe në ditën e gjykimit, le të flet fjalë të mira ose le të hesht. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dhe kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, le ta nderoj fqiun e vet, le ta nderoj kojshiun e vet. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Dhe ai i cili beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, le ta nderoj mikun apo misafirin e tij. Do me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit besimtarët me cilësinë e besimit të tyre për të sjellur mirë me njerëzit, për të folë fjalë të mira ose të heshtin, për të sjellur mirë me fqiun dhe për të sjellur mirë me misafirin.